Përshëndetje, jemi takuar në podcastin e radios përmes meje dhe kësaj rade kam nderin që ekskluzivisht për herë të parë të na vjen në Maqedoni një mysafir nga Kosova dhe kemi nderin që kemi pikërisht në podcastin ton një personazh i cili është i njohur sigurisht për publikun, pasi sidomos të rinjët e ndjekin shumë, marrin mësime shumë nga ai për një temë të cilën e duam shumë të gjithë. Kush nuk i don parat në këtë rast? Ai na mëson se si të bëjmë para, se si të bëhemi të pasur, por jo vetëm. Është Vigan Morina, të cilin e kemi këtu në studio, do të flasim për kompaninë e tij, për nismën dhe angazhimin e tij në Forex, do të sqarojmë çfarë është Forexi, por nuk do të flasim vetëm për Forexin, do të flasim pak edhe për ty e për jetën tënde, pasi është hera parë që të kemi këtu në studio dhe do ta shfrytëzoj kushton në maksimum. Përndet shumë vërtesen për juve, është knatësi dhe për mu. Se në Kosovë kemi pa në për media vazhdimisht. Di, që do në rrjetet sociale jam goxha aktiv, kove të fundit pak i kom ndalu, ato postimin e shpesh, po që mirë është mu me po ajo është ndoshta një strategji fakti që e tërhiq pak. Realisht po, për shkak se formati gjatë po më pëlqen ma tepër kove të fundit, për ma shumë se sa vetëm ajo shkurta. Se zakonisht formati i shkurt pak i let disa mangësi, edhe besoj që ky podcast ja u jep një mundësi njerëzve me dëgju, ta më një verzion ma të gjatë, ma të rrjedhshëm të gjithë punës. Për që jemi këtu për ta pas një bisedë besoj të këndshme. Për ta nisë këtë bisedën apo për ta nisë më saktë rrugtimin tënd me Forexin, ne duam të dim pak më shumë për ty personalisht se si ke qenë si fëmijë dhe si je sot, domethënë si je rritur ti, që ke arritur domethënë deri në angazhimin tënd e ke pas këtë si ëndër, e ke menduar ndonjëherë angazhimin tënd këtu, ke pas tjera dëshira si fëmijë apo si ka qenë puna? Unë si fëmijë tash është totalisht ndryshe ku jam sot krahasim me ato që kom pas qef si fëmijë, se zakonisht si fëmijë jam marrë pak me muzikë, është një fakt interesant, kam qenë edhe gitarist një kohë, flok, tash dredha, kaçorela. Kom pas tjera ambicie totalisht ndryshe, po që gjatë rrugtimit thashti rruga ti nuk e din as vetë për çka je, edhe kështu jam rritë që me një familje mesatare kështu, jo domethënë as të pasur shumë ose të varfër shumë. Këtë rrugtim këtë kam nis prej zeros, për shkak se jam rrit me një lloj familje ku ose më saktë prindtë mi më kanë edukuar që falas kur gjë në jetë nuk të vjen, edhe duhesh gjithmonë ti me meritu çfarë do lloj suksesi, çfarë do lloj pune që ti arrin në jetë, duhesh me meritu, se për ndryshe falas që thonë ai prind të jetën nuk mujnë më rnu, s'kan me të na majt neve gjithë jetën, kështu që prej që nashta prej qysh të mosh 3 jam mësu në atë kuptimin me këtë ide, tash punëtor shumë si fëmijë jam konë qatë shumë, po kum pa të urrit ka dale që pa punë s'ka kur gjesh, edhe është një diçka që... Dhe pastaj si u njoftove me këtë botën e... Para se me startu të Forexi, unë e kom punu edhe, do në kom bërë lloj punë të ndryshme, tash gjithë ka kom provu deri sa kom marrë me këtë pozitë që jam sot. Pra kom punu një kohë si shitës ambulantiv, si punëtor krahu, kom punu një kohë kamajerë më kara me për një periudhë. Besoj kanë ndiku pastaj në punën që ti e ke më absolut, se gjithë të punë më kanë bërë me kuptu që letë në kosht. Edhe nuk e do një punë edhe fix. Edhe tash një farforme, kur kam punu me dizajn grafik, gjatë një kohë, e kom pas një periudhë nështë një 2 vjetë me dizajne grafike, po gjithmonë e kom sinua tregun e jashtëm, se tregu i këtuit më ka dok një treg i vogël, po që të punu me dizajne grafike, po më bjen kontakti mu me bisedu me një klienti prej Londrës. Edhe tash ai klienti prej Londrës, se më thonë i dërgej ke pagesat në PayPal, edhe tash unë i lisha mu gërmbëllu njëherë, puna provizioneve mos me bo të reqe shpesh, edhe kur puna për shembull me bëni tërheqje në fond, ku pishatin llogarit teme që po janë diku rreth 50 euro më pak. Edhe unë fillova me anku se desh na vëll na shqiptar, di mos më kon korrekte, po tash më dalë edhe anglezi, më doke diçish absurde. Absolut, edhe nisa të i fillu të anku, të i thonë që se 50 euro mi ki dërgu më pak, se tash po foli unë kur kom nis në atë kohë unë me 50 euro kum shtimuin, tash në atë kohë para 10 vjetë është si sot 150 mi pas, një farforme se tash puna inflacionit. Edhe tash në atë kohë, kur po më thot taj, anglezi, po më thot, Vigan, tha unë aty ku më dërgu të aparët më rregull ty,
po t'i kum dërguar poundin britanik, po Brexiti dul Londra prej Evropës në atë kohën 2016 edhe tha I ka ra vlefta tha pareve tona. Tash mu kja mu dok një koncept një qysh paret e mija në bank më mos vëglu edhe a I tha, o, ti ki, po, a I ma zbut këtë ti ki hup, tha 50 euro, dhe njerës kanë hup miliona dhe ti për 50 euro pa në kohë, tha, diti gjysh, e prej aty ka njës, dhe më prej 2016, atëherë po ta njëftu me Forexin, që për I bjenë sot... Ta sqarojmë pak çka është Forexi për ata që nuk e din. Forexi është fikse kjo... shumica e din, por... Po, Forexi tash pak si term, kur ndëgjoj njerës për herë të parë, me njerë kujtojnë që call centra s'ka mashtime, se nuk kam faj për shkak se këtu në Ballkan shfrytëzohen shumë çto shfrytëzohet emri Forexit për me bë mashtrime, po që call centra të ndryshme, ama Forexin me këqyr kështu nuk mundet s'ka shansa më kon as kam as kërgjo për shkak se Forexi bën foreign exchange. Po vetë pse erdha unë në Maqedoni, automatik duhet euron me këmby me një monedhë tjetër ose në Shqipëni me një monedhë tjetër. Edhe ato valutat vazhdimisht ndryshojnë çmimet. Pra, çto lëvizjet ndryshimet e çmimeve që gjithmonë ndodhin, realisht që kjo Forexi, po tash njerëz të keq kuptojnë ose s'kam faj, domethënë masa për shkak se që të shpjegova call centrat shumë të mashtrimet e tepërta e kanë bërë që m'ja jap një emër të keq Forexit. Po që për ata që punojnë, tregtarë që punojnë e kuptojnë edhe ta veç mendoj që kanë nevojë për informim hala ma shumë. Po çfarë mendimi ke pikërisht për këta që bëjnë mashtrime në këtë rast në emër të... Tash unë nuk e kuptoj, kënej bojnë mashtrime, kënej marrin Amazonin, kënej tash atë janë dativa që s'mund mi kuptu kurrë, ose përfshin në skema piramidale të ndryshme, domethënë një prej tyre kon DCPDG-ja ose sot janë të tjera, po spicejkim emra, se veç për japet një farë emri dhe e keqja, çka është s'mund mi kuptu kurrë, të edhe I thunë njerët mos hinë qëtu se që kjo skem, edhe ai vetë në komente thotë ku a linku, se po du me hi se nashta së mshelet. E kanë atë bindjen që unë po të qëllej me fjetu. Edhe tash, këto janë pak, unë që ditë nga shpesh herë, po ka një herë, mënona mi mbrojt njerës, mënona do më thonë, mënyrë maksimale mi mbrojt, për këtë punë nga shta dhe jam në këtë pikë që më respektojnë njerës. Kapi të në që normal edhe jo do këtë që une, kur ti thëmë mos hinë me një skem piramidale, kjo thot jo s'po don vegani me fitu na, tash ka një bindje ndryshe, po gjithmonë kur I dalin fjalët e mia në fund atëherë thonë jo po mirë ka pas. E kështu është një farë cikli që... A ka qenë ndoshta pikërisht këto mashtrime që ty të kanë shtyp pastaj të merresh pak më thellësisht, seriozisht edhe të angazhohesh edhe në hapjen e akademisë që ti e drejton që është Ninja Forexi, edhe duke u bërë njëkohësisht njëri prej të parëve trajner, të cilat I mësojnë njerëzit se si ta përdorin drejt edhe të mos bëjnë gabime që ndoshta edhe ti ke bërë në fillimet e tu. Fiks, unë po du me jap një lajm pak më ekskluziv, se nashta është hera parë që po foli, edhe asë në grup privat as kërkon nuk e kom cek. Qëllimin kur kom nis Ninja Akademin, në fillim, ka qenë që unë me kriju një farloj mundësie që me pas edhe tregtarë afër vetes që edhe vetë mi financu ata që ata me tregtu. Edhe tash kjo kon ideja parë, po kur kom startu në fillim, s'ka pas as trajnime, kërkon heq, as nashta ka pas grupe online e diçka, po trajnime tamam profesionale kështu s'ka pas. Edhe kum pa që në qatë periudhë kohore, domethënë para 5 vjetë që kum fillu me marrë trajnime, mas pari njerë tregu duhet me eduku pak, me kalu një farë shkallë, atëherë me dalë të nivele tjera. E ta shëtutje për shembull jam I fokusun të këto niveli tjetër, që une një farë forme përveç që vjen një student me mësu, une ata top studentat që dalin më të mirët, une qyri I përzgjedhje dhe financej të ata. Domethënë kjo ka më kon projekti I radhës, edhe është një diçka që e kum pasi ide goxha moti, po tash kam veç kom nis me zbatu në projekt beta është ashtu për momentin. Edhe besoj që tash fokusi edhe vizioni të ardhmes Ninjas ka më kon kjo, po kur kom nis në fillimit krejt, qyshe të ka muj me thonë që nashta ma shumë kum pas nevojë për show kolegë që tregtojnë bashkë, se kujt do që I kallëzojshë për këtë profesion. Do shta nuk ta kuptoj. Të ishin qakja ti po tregton e jo kështu. Adi do më thonë më një farforme ma shumë e kum që me kriju një paralej rrethi me njerëz, një farloj si sot do më thonë këtë piken ku jam sot edhe ja ku më arrit gëgja mirë. Po dhe mbi të gjitha që kam ka tërhek ma shumë ti, është fakti kur unë për herë të parë kur pi hapi një llogari, o kon llogaria dikon me $20 që kom hap, veç për testim, kështu për fazë. Edhe si më thonë, veç jam hi natën e kom bua aty një përësi order aty që thonë,
Edhe çonat nesit me mëngjes I shoh të pozitën ja 2 euro gjys fitim. Tash ja 2 euro gjys për mua u kon si me punu 1 orë. Domos si me punu 1 orë punë fizike që ja për mua u kon të flet në gjumë. Edhe pse s'ka hec bash ashtu, realiteti janë ndryshe, po fillimet që jam ka marrë gjallë për shkak se thash na sot janë 2 euro, nesër bëhen 20, dikur bëhen 200 e 2000, domethënë kisha atë ambicien. Edhe kjo më ka marrë një farë forme që mos më ndërzu edhe me hin këtë farë biznesi, edhe që më ka dalë shumë mirë tash për fakt. Si po shkojnë domethënë trajnimet, si shkon, si I ke ndarë ose sa ka interesim ndër vitet tek të rinjt në përgjithësi, janë të rinjt që vinë në ndjekin apo ka? Zakonisht është gjenia më shkollore dhe moshta. Po, edhe atë vorita pse nuk I pëlqen femrave të mira me këto punë apo si është? Jo që nuk I dojnë parët. Fikse, di, arsyeja më shumë është tek se natyra djemve besojmë pak për natyrës pak ma agresiv ose ma e pranojmë rrezikun ma lehtë se so natyra e femrës. Natyra e femrës ka gjithmonë atë pjesën që lip sigurinë. Edhe këtu sigurinë nuk ka që ka shumë këtë farë biznesi, ka goxha shumë rrezik. Edhe tash na jemi të prirur më shumë ndaj rrezikeve. Domethënë edhe kjo bën interesimin më kon më I lartë. Po me disa statistika që kam lexuar dhe që kam holumtu, nëse I marrim me numër të barabartë, domethënë 100 femna dhe 100 gjini mashkullore, në fund femnat kanë me performu më mirë, performancë. Janë më të suksesshëm. Po interesim mas ka më shumë djem që punojnë në këtë farë pune. Kështu që tash ka edhe të mihat edhe të që më të shpjegu, kjo farë pune duhet të studim, veç nuk bën mi hi pa studim. Unë çto e shoh se unë kum pas fat në fillim vitin e parë, kum pas Ku I ke mësuar ti? Unë I kum mësu përmes të kurseve online, kështu me video. U kon një farë grupe ka pas Astroforex në atë kohë. Astroforexi, u kon një Falcon Trading, u kon një farë E-Rake, një check, Baby Pips e tjera. Pra ka pas gjithka, shkur të shqip kum këqyrë gjithkon, po që ato 3 janë kom bazat kryesore. Pjesa tjetër, si më thonë, tash edhe kja mësimi nuk është që e mësove njëherë dhe u kry. Tash është në ka raste që hala dhe sot shfletoj, hulumtoj non-stop, se për shkak se është industri shumë dinamike. Dhe, po më përgjithësi bazamentin kryesore kam prej që ato në 3-jave që I ceka. E këtu, normal që tash kja pjesa tjetër, që bjen pjesa e vazhdimit, masterimit, kja është pafundme. Ndej deshë thojnë në vazhdimisht ka hapësin me mësua. Dikur nuk bën me thonë këto një, unë I di këtë sa në stash. Unë edhe pse I kam gati 1 dekadë experience në këtë profesion, edhe prap dyqysh thëmë veç pak herë se qëtu, do më thonë është një faru qani malë se ka të vazhdimisht sa në të reja me mësu, edhe kur hala, njerëz kujtojnë që unë kam 100% siguri. Unë shpesh herë më ka njerë edhe pauzoj, marr pauza edhe pse I kam 10 vjet. E tash fillestari kur e nis, kujtojnë që këta që I kanë me 10 vjet, këta tash se kanë problem. Jo se ton jetën kime pas sot do të vazhdojsh, kime pas momente pa sigurie. Për shembull, vjen një Donald Trump, ta bën një lloj trazinë krejt. Tash duhesh mu adaptu, mu kon shumë dinamik, fleksibil. E do të thonë që nuk mësimi s'ka më nal kur. Kështu që un jam edhe student, po jam edhe profesor, do të thonë vazhdimisht. Pas teje kanë dalë besoj edhe shumë profesorë tjerë. Ka goxha të mirë që kanë dalë, po që ka edhe pjetojnë që nashta kanë ardhur sot në kurs. Si dallon, domethënë një mentor në këtë rast profesor të vërtetë edhe një që thjesht vetëm shet kështu kurse. Problemi shumë pyetje kështu që në spec, po është problemi që ka unë ta qartëse edhe për publikën dhe për krejt. Me dal një njëri që është I aftë në Forex dhe del mëson tjerë të shumë rregull. Po vetëm duhet më këqyr bazën ku ka. A ka bazën prej Forexit apo prej kurseve. Nëse baza e të ardhurave është prej Forexit direkt, nuk ka kur çdo të keq që më dalë me mësu dikon. Se njëri duhet më mësu për një profesionisti. Jo për një bodale në thojza po thonë që I ka 6 muaj eksperiencë s'ka parë. Që më mësu për njëri që s'ka parë. Në farë forme duhesh më mësu për njëri cilit do më duhet më këqyr është profitabil njëherë vetë të Forexi,
Nëse është po, e ka kohën e lirë, do më shfrytzu për tjera punë me zhvillu diçka, pse jo. E do më thonë, indikatorë se matë si numër 1, mendoj që është kja, thjesht, duhet më matë pak a shumë ku është baza kryesore, se nuk ka kur gjë të keqe me pas një tar 2, 3, 4 edhe plot biznesmena zakonisht kanë edhe shumë biznese që i kanë, domethënë, po atë pyetjen kryesore s'ma përgjigje, si ta bëjmë ne dallimin kush është dallimi. Dallimin mundesh me bo që në këtë rast mos bëjnë gabim ose mos bien prej këtyre mashtrive ata që duan të. Po të kuptoj, po është shumë pak problematike një fillestar me dallun rrjetet sociale. Unë i them rrjetet sociale mos i besoni hiç. Zakonisht për shembull pyetje bas pyetjeve mundesh me kuptu për shembull nëse një person ka të ardhura direkt prej friksit, çaj person ç'më thon nuk e ka atë nevojën mi majtë çmimet të larta të kurseve, sidomos standard Kosovës, shihemi. Se për shembull më kon unë për veti po them shtirë, po më kon diku në Amerikën trakt jashtë, mos e dikon. Çmimet që i kam këtu i kam çmimet hajgare, domethënë çmimet janë simbolike të kapshme për. Edhe është vetëm si lloj pragu që ai që ka interesim duhet pak më investu. Në shpesh në fillim edhe këtë falas i kam bë. Videot në YouTube janë falas 14. Ai që do më mësu, unë që tash publikisht, unë jam në gjendje me thonë çto. Ai që do më mësu s'ka nevojë më marr trajnim tonë hiç. Pse i ka videot në YouTube, ka materiale sa dush, ja ka lëzë këtë me baby pipsa, me linka, s'keni nevojë me pagu hiç. E tash ai që ka kështu, ai nuk mundet bash qas let me thonë çto. Kështu që unë e them shlirë, unë nuk kam nevojë për studentat, po studentat kanë nevojë për mua. Edhe në moment që ato trajnimet ju tregon diçka plus më shumë se sa në ato që ke zgjuluar në YouTube. Ja, sekrete kështu, që YouTube janë video që janë për një 3 vjet aty. Po që ka update se në treja që na i diskutojmë në live zë ditë se trego që fetse kanë fillim ti vetë student të në kohën. Tash normal që ka me pas vazhdimisht sa në treja, po bazamenti që spjegohet në YouTube, do më thonë si ka aspekti psikologjik, disiplinës, durimit, çto çka i folim, sidomos në hyrje videove, bazamenti kryesor, tendenca, tregu, do më thonë baza frikse që ka kryesor është në YouTube. Tash pjesa tjetër është plotësim që mundet me e lehtësu ka pak, po nuk është bazament. Bazamenti, prapë në këtë bazamenti në kom shpenda falas, pra ata që dojnë me mësu, kështu që kush do të marrë me mësu ekstra, do të më u avancu ma shumë, okej, mundet më bo pjesë, nuk e kam trajnimi për mu, është diçka sekundare dhe tretësore. Qyshe të ceka, ta shëtutje, prioriteti jemi, është unë me gjithë tregtar të mirë. Unë e kam komunitet që jam të lyp tregtar të fort. Se këtu si me thonë, nashta 10 veta anisin, po në fund met një. Unë e qatë një jam të lyp, se qatë një edhe vetë me financu. Po do me thonë një farforme, në qatë ide jam të shkuta shëtutje, edhe se tregtar që janë të sukseshëm është numër shumë i vogël. Për fat keq është nashta 10% ose 90% e studentave kanë sukses, po foljo studentave të mirë, po kushdo që e nis Forexin, me statistika globale diku 10% në suksesi. Kështu që unë jam kërkim talentave, ta shëtutje edhe pse jo. Po, ke pasur student me cilët ti krenosh apo ke ndonjë histori interesante suksesi nga studentët që kanë qenë domethënë pjesë e trajnimeve tua? Kam shumë, po me emra kështu. Pasi shpesh herë edhe i ndan edhe në rrjetet sociale. Me emra kështu nuk po kam qef me i cek. Je krenar kështu me studentët? Absolut shumë, për shkak se nëse i ceki disa muj me haru tjertë. E nuk po duhet me cek dikon me emra si me të hatri dikuj. Ka shumë, jo pak, po ta është i ka goxha shumë, ka muj me thonë nafta shlirë me qindra persona, me qindra, po të spota mira, po me mira, ose ofër një mishit nafta me thonë, se 500 veta plus, unë e di që sigurt sot nuk punojnë hiç, merren veç me Forex, shkaku i kësaj. Tas, niveli i suksesit dallon, ka prej tyre që kanë arritur shifra 6 shifrore, ka prej tyre që nafta fitojnë të ardha ka 2-3 mijë në muj, 5 mijë janë okay. Po unë mendoj tash numrat statistika 100% nuk kam, po sigurt e di që me qindra, mos më thonë nashta edhe me mira njerëz sot gjenerojnë të ardhra. Për shembull, një prej statistikave që e kemi gjeneruar na gjatë grupit ton, që e kemi publike në grup me link, po foli është diku veç mrena vitit 644.000 euro kanë bërë tërheqje. Antarët e grupit ton. Secili prej tyre ka qit postimet kur ka bërë fitime. Tash në farforme
veç mrena vitit, po folin për postime që i kam publiku. Se ka plot për tëne, qëto dhe mrapa kamerave që një shok për shemë, edhe i s'poston kur, edhe unë e di që fiton, edhe nuk poston. Taf ka unë që i numër që e cejka, jam i binde që edhe 2-3 herë ma i madhë mas pakti. Kështu që këtë bank ty krenar, po mentor. E di që kur gjo Kosovës pakten me milionatar dhora i kumë sjell indirekt, që thojnë jam konë shkaktar unë. Po japi pak kështu deklarata. Se anë më të noja, po nuk jam të rajt kur gjo, as nuk jam, unë jam kështu për ndryshe për ata që më njohin, jam goxha modest, edhe nuk për shembull fitime për veti shumë pak rroll postoj, sidomos kohë të fundit, fillime kom postu, fillime pak për mëron sy e diçka. Për të motivuar edhe të tjerë të besoj. Fillime kom postu, për shkak se nuk besojshin njerëz që ka punë, po në menaj që tash tutje nuk kam nevojë unë vetë me tregu shumë fitime, por kam qef me tregu më shumë studentat rezultatet e tyre, që thonë më mirë është kjo që më fol puna vetë, se për ndryshe... Kur jemi këtu te këto fitimet, pasi për fitimet gjithë kemi dëshirë të flasim edhe ti tregojmë, po cila ka qenë humbja jote më e madhe? Humbja, u kom goxha nalt, edhe është goxha storie që është mirë me ndëgju dikush është të përballë për momentin. Unë humbjen ditore më të madhe, në kom pas diku 14.500 euro apërsisht, çfarë do të thotë? Ditore. Po voli mana një ditë, si ditë rekorde, po voli. Se ka pas edhe ditë tjera... Ditë tjera ma pak e kështu, të muji o kone ala ma i madhë, po që... Dhe si e ke përballu? E kom përballu të shku në detë, të thona i hupa që të pare, po, pi marrë dhe 1.000 po shkaj në detë, po që të thona, e logajta dhe qatë detin minus, po që... Ama në qatë periudën e detit, për shembull se më konë qatë pushimin, e kom reflektu goxha shumë, së kom shiju heq, se po shem, më konë veç më shkput prej këtë ceneve, edhe kom reflektu, kom thonë qërë, këto Foreksi mu nuk mi ka vjetë, se ndrysha dikush me të tirë në telefon, s'ka me këto, o tjetër mabe. Pa aty me vedije teme, une do më thonë tregu kom të ra sel të poshtë, në blej, aja hala, do më thonë vike të ra të poshtë, e ti shkon e kundërta, ti shkon veç seli, unë e kisha kun këtë fitim. Pra aty u kom përgjësie e emja. Se ti shkon përgjësie dikuj, e kisha përballu ma ndryshe, normal, më kisha ardhi natë. E të kisha ardhi natë i ma shumë. Mi ka vjedh dikush, ose diçka. Kështu që në këtë rast, e kom përballu që feqe, e kom kalu, edhe kom thonë që ka dalë se këtu nuk pas ka veç plusa, pas ka dhe minusa, kështu që me thonë që kam dalan mund është api filestarja, që më në vetëm i kum kalu, kum bo ma shumë gabime se shumica filestarja, në që të gabime që të shpeshta që i kum bo në fillime, kështu. Dhe më e mira në këtë rast është kur mëson prej gabimeve të dikuj tjetër, pasi në këtë rast studentat e tu mësojnë prej gabimeve tua, dhe me thonë nuk i përjetojnë ndoshta vetë, po ti ja usqaron se kur nuk duhet me gabu. Unë i thëmë edhe studentave vazhdimisht që pa përjetu vetë humbjen, unë sot duk shtë thëmë, mos rreziko, mos ban, pa u djeg njerë ti vetë, pa përvuti pak vetë, nuk mund është me mësu. Këto ja thëmë krejtve edhe që cili student që o të mgu, se tash ose diçka, e din që këtu edhe krejt kanë kalu, nuk ka traktar, nuk ka traktar në botë që nuk kalon minusa. Kështu që veç është ideja që shti për ballosh me to, që shti për i kalan. Edhe kur e kupton, unë e thëmë vazhdimisht të mirë mi alon fajet vetës, e nëse ti ale fajet vetës që ki hup, qashtu mund është më mësu dhe më zhvillu, ndryshe jo. Se zakonisht nëse më nosh me fajsu dikan tjetër, i ikë përgjësis personale, aja është ketë se atëherë nuk mund është ti me pa ku ki gabimin edhe me përmisu qatë pjesë. Kështu që mësimi ma i madh, do më thonë, është përmes gabimeve. Pa ka bu gabime, nuk ka shansa, tash kja vlen për çfarë dush profesioni, po sidomos këtu është këtu Foreksi ka një të mirë që nuk ta falit. Si të gabon, në start denon me minusa, nuk ta fal sekondin atë kuptimin që s'ka hatër, s'ka kur gjo, është treg global për këtë botën hes njëjtë, nuk ta kanal vish 2 minutë tjetër plus, a vëden. Që e kam bot njëtin nga Po, nëse për shembull ka ra Bitcoin, i ka ra për këtë botën, për marrë si shembull. Se me Bitcoin nuk ka që traktoj, po si shembull që me kuptu masa ma letë. Kështu që pak a shumë që kjo. Pa mund bëhesh i pasur me Forex edhe pa pas dhe një kapital. Ti e tha që vetë personalisht ti e ke nis nga zero. Po për ata që ndoshta, sot duan ta marrin këtë informacion. Po, unë di rastet studentave që kanë ardhur komplet këtë pizzaros.
Tash s'po du me promovu shumë trajnimin tam, po çfarë do studenti, çfarë do se këto storit janë si të njëjta, në fasin grup ton, po edhe të tjerë mund më kon. Po është ideja që mundesh me nis me pak, edhe unë apet thëm ma mirë është me nis me pak, se bile që në qatë farë fillimi, që këtu të pagun eksperjenca. Këtu aseti ma i madhe në këtë aspekt nuk ka kapitali, po është eksperienca që ti e ki. Se a i ki 10.000, a i ki 1.000, a i ki 100, a 100.000, kur të bote a minus 100%, është 0 për krejt njët. Si 1 milion, po si sot dush. 100% që minus a i njët për krejt. Kështu që 100% që minus ta bën veç mos eksperienca kur ti student. Edhe shpesh njerëz e ke shkuptojnë se thonë këtu duhet me pas pare me i, jo se si ti që e nis me 1.000, si dikush që e nis me 10, kur nuk din bine në 0 njët. Domethënë nuk ka të bëje, ma mira i me 1.000 provon 10 herë. Domethënë që të farë kontekstin me këshyr, veç, më thonë që shëtëseka, eksperienca është aseti numër 1. Kapitale për pare, unë po thonë, nuk është problem se sot do shumë letë edhe me gjithë me pas qasje, sot veç njerës, domethënë që po nisë në adhone vetë për shembull, këtu kam edhe qëtë pjesë problematike, se për shkak se dikush që po bëhet i fortë e mo, veç s'po do me një për njërit lens po këshyr hiç. E ta për shembull me dosh me kriju në qatë idenë që e kam këto është pak sidomos na me shqiptare pak problem se na kemi jegun pak më ndryshe, si të bojmë pak parë mos se njohim kërkon. E shqetëseka është ideja që kur ti ki eksperiencë, parë ka sa dushna. Mundesh me gjetë, ideja është a je në gjendje ti mi rrit ato parë, a je në gjendje mi majt, numër 1, se apet mi rrit fitime kanë njerëz. Unë shoh që fitime bojmë, po i hupim fitimet. Edhe kthehem te ajo shpreha e vjetër. Edhe shpesh ma kanë thonë këto në përgjithësi njerëz që thojnë mas zërë është mi majtë se sa mi fitu. Ade është fjale popullit kjo edhe sidomos në Forex vlen shumë. Këtë hinë që me bo fitimet më dhoja, po kërkush nuk inë ma të menën që ka dalë ma mirë ti majtë qëto, ti sigrej qëto që i kam, s'ka der ta fitoj shumë ma pak, veç letë shkojnë me njërë të sigurt, e këta menojnë pak. Këtë hinë ma t'i denë që me fitu shpejt, kështu që në përgjithësi sot të rinjtë e kanë këtë ideën që të fitojnë sa ma lehtë kështu paret lehta, ta themi, a e bën Forex jo vetëm, po janë përgjithësi këto punët online rinin pak ma dembele në këtë rast jo punëtore, apo çfarë mendimi ke në përgjithësi për rinin sot? Që tash do t'jemi pak kontradiktor këtu. Po, është temë, kjo është temë pak ma gjonë, po unë e kësha thonë Forex se këto punët online nuk i bojnë demel njerëz. Po për shembull një pjesë arsyeve pse punëtorët në për biznese tjera normale nuk punojnë me të njëjtin motiv si këtu, o për shkak se këtu e shohin një farlejt tavani. Thonë, hajde po më isha de 1.000, 2.000 me pas rrog, ma shumë s'kam ku. E te këto profesione tjera këtu premtohen shumë më të mëdha që mundesh me i mri dhe për çet punë punojnë më shumë. Unë gjithmonë e them, na shqiptarët jemi shumë ndërmarrë sa biznesmena në përgjithësi të mirë. Të mirë, po. Pse them, se vazhdimisht i besoj secili pineve ka familjar jashtë që janë nëse diçka, edhe a ki vrejt që domethënë si del një shqiptar jashtë, ai punon nashta 2-3 vjet, po kurse ka të ambicën me punu ta jetën çatë, ta çeli temën. Punon dikun ka më herë mëson dhe merr zanatin e mëson tregun ta çeli temën. Për një farë formë na gjithmonë për ambicioza jemi, të interesant që rrethonat historike këto që kemi këto të na pozita jona është e keqe, po për shembull goxha ka të suksesshëm shqiptar, po folim me çaq pak njerëz sa jemi me çaq numër që jemi goxha të mirë me përqindje për kokë banor. Po nesër pastaj nuk do kemi fuqi punëtore në raste profesione të ndryshme. E vërtet, po atë edhe sot po e vorejmë se jo. E kemi këtë problem, unë e vrejs, unë nuk e kam veç biznes Forexin, tash ku më hapa në një biznes tjetër, kështu me gastronomi diçka. Pasi trit sot shumë vështirë ke ti adaptosh në orar pune të plot. Etikën e punës nuk e kanë shumë. Po. Është fakt. Etikën e punës nuk e kanë shumë dhe kjo është më shumë pasojë e egos që e kemi. Përgjithësi edhe ka punëtor shumë të mirë, nuk mund të thonë që s'ka. Ma nga një anë janë të guximshëm, marrin domethënë hapa të tilla, më të guximshëm se për shembull gjenerata ime që jemi mësu ta kryjm një shkollë, ta gjejmë një vend pune edhe jam e sigurt. Unë jam i bindur që mi marr një person mesatar në Evropë, një shqiptar mesatar për shembull,
Unë e di që na guxim për më rreziku me bo kemi më shumë se ata, se na jemi të përvuar më shumë se anë, domethënë që kanë njerë na doket hajgare me përvu diçka në biznes ose diçka me qenë. Po që kjo është, shpeceka, është aja puna dhe pak e egos se na kur me njerë me thonë me pas dikon për mi kry, po ti kur e din që e ki dikon për mi kry, kur e din që është i Zotit jo fjala, ti mundesh me mësu një goxha një periudhë gati për ati personit, bëne një përvoj 3-4 vjet, 5 vjet, nëse je shumë i Zoti, edhe na zakonisht ketja bojnë që shto, ketë punëtorët e mirë, ketë kompanit kam probleme me punëtorët mirë, se punëtorët e mirë, me njerë masikoj qelin sanat e veta, dhe kjo është, kur e këqyr për një shoqënia sa një mirë, po që tash për biznese me pas ashtu, edhe në përgjithësi nuk ka ma si lloj profesione nëse e këqyrim sot, nuk ka si lloj profesione që kanë më zgjatë më 20-30 vjet. Se jo inteligjencë artificiale, po të zavendëson dikon. Do fillon të ndrojmë edhe këtë punën e pensionit, zona duhet 40 vjet me punu për me dalë në pension. Që rast konkret unë kam shok programera që janë, edhe ata për shembull një 3 shok i kam fikse, kom punu ma matin që tash me dizajn e me kështu. Për shembull, jam ChatGPT-ja sot i zavendëson 80% punës. Po tash nuk do me thonë që ChatGPT-ja i lëm pa punë. Tash duhet me pasë që të kjartësi se kërë dalë për shembull Excel-i në fillim, i kalon ata pa punë që kanë shënu me dorë. Po vetëm avancohet edhe hes, tash se do më profesionet mujnë me pasë ndryshime dhe njerëz duhet më adaptu vazhdimisht. Edhe për shembull punën mekanike. Përsëri dora e njeriut aty. Tash për pjesë punëve mekanike ka shumë automatizime që bëhen, po një send që ka unë e mendoj që ka shumë probleme edhe inteligenca çdo send me zavendësu, është për shembull pjesa e vendimeve. Vendimet, për shembull, është ai mujnë me bëhu lëmtime këtë sende, por kur vjen puna vendimet, prap duhet ti me ja dhënë komandën. Njëri merr vendimin me zemër, diqysh ka njerë shen edhe ja kapin tuit ata që ky vendim është i mirë. Le del çysh del se janë një zemër më mirë dhe vazhdon çashtu. Këtu për shembull çeceka te ka, tash duhet më bëkon një adaptive, edhe probleme me këto punë të Forexit për shembull, unë i shoh dhe plot tash të ri, mundohen me gjetë rrugë të lehta, hajt thojnë me ble sinjale ose me marrë një robot që ta kryjnë punën vetë, diçka kështu ashtu. Po kjo është shaj më tepër paket demelis, unë që shoh se fund ta pet djegën jetë, po që e shohin që unë e kam një princip, se nuk është Forexi që i bën njerëz me parë, çto duan me kuptu se cili, ose një profesion i caktuar, por ka çfarë dush profesioni. Je ti vetë ai që... thjesht për shembull që marrim industrinë e marketeve, tash ti ki trafik të vogël, po ki edhe supermarkete me zinxhir. I njëjta industri është, po thjesht ndryshojnë tash menaxhimin, ndryshojnë shumë sene. Edhe të Forexi janë njëjta, për dikon Forexi mund të thonë shumë më i madh, për dikon më pak. Që ceka dhe në fillim aty kom pas studenta që fitojnë ashtu të kënaqur me 1.000-2.000 muaj dhe fitojnë çashtu, po ka tjerë që lipin shumë atë për tash. Po kur ke nis këtë rrugë tema, ke pas mbështetje nga familja ose ata kanë kuptuar ata këtë punën që po e bën ti, si au ke sqaru se çka po punon. Ti vala dhe sot e kanë e din, tash i shohin rezultatet, po me kuptu se kuptojnë, pak a shumë po. Mbështetje që me dashme më pa prind mirë aja gjithmonë, po tash mënyra nashta nuk u konë bash, normal janë tut për këti profesioni, kanë thonë mos e këtu mundesh me hupe diçka, këtë mënyrë do në përkrarje direkte sot që kum pas, në të kuptimin profesionin hajti angazhohu kështu, po as për shoqënisë as kështu, po normal që të keqen s'ma ka dash kërkush, ata këtë janë mundu me më pa mirë në mënyrën e vetë, normal unë nuk tash kur ti po folin nesë mas nesë për shembull edhe fëmijët e mi me bu me dalë mi bu një profesion që unë së kuptoj hiç, unë kam me thonë ka dalë që ka jetu bu, kam i fol diçka në qatë sa di, po nuk ka që ja du të keqen ose diçka. Edhe printet tu të kanë fol, ty po... Normal më kanë fol, për të mirë teme, po unë kur e kom ditë që është diçka profesion që ja vlen, normal që s'jam ndërzu dhe kom thonë që okej, unë e këta i kuptoj, po edhe vetë nuk nana. Dhe po shoqënia kështu të normal, shoqënia ka pas plot për tëne që edhe kam bo hajgare në atë kuptimin kështu. Për shembull, tash ti më nxjerr presin me një këtë farë pune, e kështu. Po kur e din njëri prap që
kur e di njeri që ka diçka për të kësaj pune, edhe nuk ka kush ta nal. Domethënë kur i krahasoj për shembull sot sa lehtë kanë me nis dikush kësaj pune me materiale edukuese, me çasën financa me çdo sen, sot është dikush që e nis sot e ka e mi bindën 10 herë më lehtë se sa dikush që si unë për shembull në atë kohë që kam pas. Unë për shembull veç për një informat vogël më ka dash 2 javë ditë me hulumtu. Tash nuk e di për një informat që na 10 minuta shpjegohet, 2 javë ditë më ka dash hulumtim me bë. Kështu që sot është shumë më lehtë, edhe kur thua sot është shumë më lehtë, ke pasur momente të vështira, ke pasur momente kur ke thënë këtë gabim nuk ja fal vitës, këtë nuk është dash ta bëj. Tash që kur e kam një gabime ka pas pafund me veçu në ajo s'më me veçu, po çka di me thonë është nëse ti e ki bo maksimumin me qatë sa ke ditë, në qatë periudhë caktuar kohore, unë nuk e quj gabim që ta. Sa është një, ti normal nashta ka bën që nuk i din do informata, po kur e ki din për vetës që e ki japë maksimumin me qatë sa ki ditë, me qatë sa i ki pas rrethanat, unë nuk e kisha quajt gabim. Gabime ka pas shumë, unë ku marrë kredita, borxhe, parën me menaxhim për njerëzve, çto janë matrashanike që s'u dash mi bona ashta hiç. Po në fillime, po voli vitin e parë, po ma vonë kreti kom lonë, shoqër ku mujt mi pagu këtë sanet, po është ideja që prap tham diçka të veçantë nuk muj me e cek. A di me thonë ç'kja është, se gjithmonë do kum bë më të mirë sa pi asaj rrethanave të mia çka ku mujt me bë. Kështu që unë edhe secili të ri që shën nëse se kjo është punë që ti krejt mundesh mi rajt, vetën s'mundesh me rajt. Domethënë çto mundesh mi thonë prindve tu jo po punojnë shumë, mundesh shoqënisë mi thonë jo po punojnë shumë, po vetën s'u rajn. Nëse ti e din me veten tonë që jetu jap maksimumin krejt, çfarë do gabimi që jetu bën, e thama pet falet pak se jetu bë maksimumin çat sa din. Tash normal ajo me kohë njëri edhe mëson sene të tjera, po çka është domethënë në fundit gabimet gjithmonë janë për mësohen njerëz nuk kanë qysh. Do të kaloj tani te disa pyetje pak më personale, pasi duam të dim pak më shumë edhe për ty edhe për jetën tënde. Sigurisht të gjithë në jetë kemi momente të vështira, kemi momente të bukura, apo ke ti ndonjë moment në jetën tënde që e kujton si një moment të hidhur, se jemi mësuar të flasim çdo herë veç për gjëra të bukura, po edhe ato të hidhurat ndonjëherë na mësojnë, na bëjnë më të fortë, edhe sigurisht na gjejmë pasaj mënyra tjera se si të përballemi me situata tjera në jetë. Po, besoj edhe që kjo është një pjesë arsyeve dhe pse njerëzit më respektojnë, kështu që po ndaj edhe me ju. Të unë, tash historia jame, sidomos te familja pak më ndryshe për shkak se mu më ka ndryer dy vllazën, më të ri. Për shembull ata domethënë kur e menoj sot, unë e kum ndje veten tona herë që duna mja u zbardh fytyrën prindve, kum nisi obligim kështu të fill. Edhe në një farë forme, edhe vetë emri Ninjës ka të bëj me emrin vllau tam Leos. Leo kon për aty në ninjave, çashtu ka marrë emrin. Edhe do vllau tjetër ja kalon emrin këtij. Në një farë forme tash normal unë kur e di situatën time që kum pasur, çka kum kalu, që kum përballu këtë çto edhe në fund apet këtë pizzeros, këtë tu i grosh, që unë kum thon ka dalë se tash e një veten që ashtu që mu Zoti më ka jap një farë misioni më të madh se sa vetja. Një farë forme me mujt sa më shumë që mos milion njerëz më thellun borxhen mos më thellun në gabime ose minusa ose diçka që nashta dhe muj nes mas nes dhe me marr familjen në qafë. Se ka plot njerëz që hinë në borxheve që s'duhet më bëu do borxhe që na njim story çdo javë nëpër media të ndryshme. Në një farë forme, për mu, tash normal që unë kam misione tjera, që shoh këtë farë pune, normal që emrin e Ninjës du me rrit, për shkak se kam mision pak më të nalt, jo veç ashtu që shkujtoj njerëz trajnime e diçka. Edhe kam qef gjithmonë e menoj. E mban gjallë dhe emrin e bën. Unë gjithmonë e menoj atë pjesën që çka nëse unë nuk jam mo, çish mundet mu zhvillu çka emër. Edhe vazhdimisht punoj me ndërtu një qasi lloj sistemi. Tash për shembull edhe brenda akademisë aty e kum fillu e kum bën një farë sistemi që jo veç vegani me majt trajnime, po më shumë edhe dikush tjetër me majt mentorship. Është fillime, po që
tash një varpo me çto misione I kam që më mujt me bo në çasi niveli që edhe unë mos më punu hiç, emri me vazhdu gjithmonë më konë si lloj mos më nalsh, që edhe me ditë njerëz historinë e krejt. Një varforme edhe normal që është mirë me nda për shkak se edhe shpeshherë nuk e ndaj rrallë hiç nuk e ndaj këtë historie, po që menej që një njeri që ato nguqe tash, veç kur e din pak një sipërfaqe të historisë teme, duhet më konë tepër mjaftueshme, se ka dhe shumë sende më të thella tash nuk më krejt sendet më nda, po duhet më besoj shumë e mjaftueshme kjo si lloj histori. Po unë po tregoj shlirë tash ti kum pas edhe student po foli, të cilët nashta janë konë, jo nashta, po janë konë edhe tu po spicmerma, s'po guxoj kështu me fol, janë konë edhe tu përballë me jeta vdekje, janë konë domethënë në spital, mu vetëm kanë tregu njerëz, u ardh vet njëri, u konë për shembull në spital shtrit, edhe s'ka mujt domethënë me bëu diçka, qysha ka shtikohen në video të YouTube-s. Ta vdeqysh, nashta jam të fol kështu dikujt I tingëllon shumë absurde ose kjo diçka, po mu kur më kanë thonë vet njerëz të ndryshëm që janë përballë që si forme e kanë gjetë si zgjidhje, kanë thonë që se unë muj edhe e kanë pas një farë shpresë, se për shembull janë konë nashta ketë një profesion tjetër të bëu, për shembull ka kap një smujë një diçka, ta s'kan pas tjetër zgjidhje me kthy profesionit vjetër, ku me bo zgjidhje janë hin YouTube më kanë gjetë, mu ka pas të raste. Edhe nashta dikush s'm beson, po unë këtu më rëndësi di për veti, po pindoj edhe me ju, kush e beson në rregull, kush e beson për veti. Po çto sa në mu majnë, shkurt të shqip që më majnë trajnime, se ti shkon puna veç krye një trajnim, soç atë që është diçka më e madhe se sa vetëm trajnim, po. Fiks. Kështu që nuk e çto tash është mirë me nda me kuptu njerëz edhe besoj që ja vlen. Tash po, besoj që kanë me të besu edhe më shumë, po ndonjë nga momentet më të bukura të jetës tënde. Ka shumë edhe këto veçoje ndonjë. Ka shumë ta s'pëdi. Një prej momenteve më të mira s'pëdi ta cilën me veçu. Do më thonë paske. Ka shumë të mirë. Ka raste për shembull që ose po mëndona me zgjedh një prej më të mirëve, se ka lloj të kujtona pak se mirë çto pyetje që ka fundi ja nisën ka pak më përmisu. Një prej momenteve më të mira më thon tash ti s'po du më bëu kështu romantike, diçka në këtë aspekt, po më thon kur e kam gjetë për shembull partnerin e jetës. Për shkak se është temë komplet jashtë kështu, po kur kam gjetë partnerin e jetës, e kam pasë, domethënë sa jam kon vet, kështu normal, diçysh por e kisha shoqëni rreth e këta din rregull, po tash ti çka më bë më shumë, diçysh ajo është një farë s'kisha qa me bo mu, një farë vorme, dhe tash kur e kom gjetë partnerin e jetës, normal që... Sa të kanë ndryshu, djelza quhet bashkëshortja jote. Sa të kanë ndryshu ty si vegan? Si vegan jo dhe qatë shumë, principet e këto I kom pas, po jetën shumë. Jetën shlirë më thonë shumë, për shkak se diqysh e di ku, që më thonë, kur shkoj në shtëpi e di shumë mirë, diqysh ku po shkoj, qetëson, a di është person që më kupton 100%, ka raste shpeshherë hidhen hak se ton ditën të punu, domethënë kur dal çu kam domo rutinën e punës. 11-12 çona për gjumit, 1-2 domethënë ja nisi dal në punë në New York session atje. Vje puna den 6, mase jon 5 ha buke kështu, ora 6 ja nisi trajnimet, bëhet ora 5-2 den 10-11 jam rrugë. Domethënë tash edhe ketëm kupton kur në herë nuk më thot pse po punon çka shumë kur domethënë aty është person që absolutisht kur ja të prej kanë herë tepër, veç kur ja të prej se kur ndodh ka edhe më shumë, po se për ndryshe kështu jo, atë në farë forme edhe normal që nuk ka të bëj veç me këto, po ka të bëj edhe vetë si person jam dyqy shumë më I qetë, më në rregull, edhe më ka ndryshu pak perspektiva për shembull se dhe vona dhe o kona ja ideja që pak me nuk po më intereson mu asë me thonë fama, asë klikimet, asë kërgjej, gjithë veç po kam qef më konë që atje mirë, mi pas një vjetë, familje të mirë, edhe ketë në rregull,
më vazhdu me ecë punë qysh njëtë, kështu që ka ndryshu goxha. Ka ndryshu, po. Absolut. Okej, kur jemi tek Djellza, Djellza të ka shkruar ty një mesazh, të ka shkruar ty një letër, që unë do ta lexoj, nëse do lexoj edhe ti. Jo, lexoj. Ata më ta lexoj. Okej. I dashur vegan, nuk kam fjalë të mjaftueshme për të shprehur gjithë falënderimet dhe mirënjohje që ndjej për ty. Çdo ditë ti më tregon se sa i veçantë je dhe e vlerësoj shumë çdo gjë që bën për mua. Kam shumë arsye për të qenë krenare që jam gruaja jote, sepse jo vetëm që je njeri i jashtëzakonshëm, por edhe një partner i paçmuar. Dashuria dhe mbështetja jote janë një mbështetje e madhe për mua dhe më japin forcë për të përballuar çdo sfidë që vjen në jetën tonë. Çdo moment me ty është i paharrueshëm dhe më bën të ndihem e bekuar që kam mundësi të kaloj jetën time krahas teje. Për çdo kujdes që ke, për çdo gest të vogël dhe të madh që bën, për çdo fjalë të ngrohtë dhe inkurajim që më jep, faleminderit. Dua të jem e nderuar që kam një njeri si ti në jetën time. Jam krenare për gjithçka që ke arritur dhe për gjithçka që jemi duke ndërtuar së bashku. Me ty çdo ditë është një bekem dhe një mundësi për të mësuar, rritur dhe dashuruar më shumë. Të përqafojmë shumë, unë dhe bebushi unë i vogël. Çfarë do t'i thuaj ti Djellzës tash, se ajo t'ka thur shumë fjalë bukura për ty. Jo, në fola po tash. Çto se prita ecë zakonisht këto intervistat ose çto të mirë. Ja çto se prita ecë. Jam duke pak jashtë. Jashtë parashikimeve dhe pritshmërive tua. Çfarë më thon? Juve kështu deklarata dashurie keni dhënë, shoh edhe nëpër rrjetet sociale keni publikuar ato kur jeni martuar, do të thënë nuk është se ke çfarë s'pëdu me bo tash hala shumë. Po besoj që fola mjaftueshëm. Djellza na zbuloi se po jeni në pritje të fëmijët tuaj të parë. Si u ndjeve apo cili ishte reagimi jot kur e kuptove që po bëhesh baba? Hala s'më besoj, hala jam anë atë kuptimin që veç një herë t'ja nis ka pak normal, reagimi jo konë super i mirë. Një herë po thonë prap nuk e besojsha për shkak se më thonë nuk e kom menu vetën najherë një teme në këtë pozit. Edhe normal që reagimi është fenomenal, që shëtëse kam ka ndryshu edhe shumë aspekte tjera tjetës, edhe kjo është një diçka që s'po di. Jo, jam pak fjallë. S'ki koment, po tash kjo fakti që po bëhesh baba, të bën edhe më të përgjithshëm në punën që e bën, pasi tash do kesh edhe një motiv plus. Përveç arsyes që e theksove pak më përpara me rastin e familjes tënde, tani do të kesh edhe një arsye më shumë për të punuar edhe për dika tjetër. Absolut, unë jam konë një prej atyne thrive që kur s'kom besu në kësi as dashni, as dy me menu vetën bab, kur s'kom menu, ade është ideja që së di thjesht mënyra që në kara, ose shumica thrive që e kanë edhe sot që i shtyrin gjithmonë sa në dvonë, po që nuk ka ndjenë më të mirë. Zdi me përshkru. Shkur të shqip, edhe i kom një këtë intervjisa tjerë që thoi njëri, po pa përjetu njëri vetë që të ndjenë nuk mundet me e kuptu kur dikant që është të përjetu. Një varforme, one së di. S'mi me përshkru me fjallë. Nuk mi me përshkru me fjallë, so është diçka që normal edhe më bën vetë ma seriozë, më bën vetë me kuptu që ka rëndësi jetë ma shumë, më bën vetë me ndryshu. Në më vazhdimisht çdo ditë për shembull edhe sot unë vazhdimisht tash mundona kur gjos që mundu det tash më bu model për dikan sot tash hala kujdesna edhe herë më shumë ka dalë tash se çam moj niri me bu pak atë kësi sanë të fëmijëve më ose atë ja ka nis shpesh herë me ndryshuar çdo aspekte shumë për të mirë, kështu që po prap fjallët janë sa do që foli veç muj me... Pastaj është komplet ndjesi tjetër, kur do ta marrish në dorë beban atëherë ndryshon komplet jeta, po ta tregoj nga përvoja, se është komplet një tjetër merë, do me thonë, kuptim e gjithë jeta për ty dhe do të... Që ta po thamë, alo s'po më besohet njëherë, vetëm dhe të shoh do më dhe të janis, inshallah veç shnosh me jetë mirë, sa ma gjatë,
S'më di tash, shohim se hera por. Urojmë djellës shtatzani të lehtë edhe Ndeqë. gjithçka të shkojë sa më mirë, por dua pak të ndalem edhe tek prindërit e tu. Domethënë jam e sigurt si çdo prind edhe prindët e tu shpesh të kanë dhënë këshilla, të kanë thënë ndonjë fjalë që ti çdo herë domethënë kur vjen ai moment i kujton ato fjalë. Cilat kanë qenë ato ose ke ndonjë mesazh të tillë që ta kanë lënë domethënë prindët e tu? Ose kur je gjendur ti në vështirësi ose moment çfarë do lloj në jetë i ke kujtuar ato fjalë? Vazhdimisht, domethënë non-stop, unë ju tregoj pak profilet që janë, ai për shembull prindi jam, baba domethënë. Baba për shembull lokon gjithmonë as i tipi që ka punu non-stop, domethënë non-stop ka punu. Unë për veti më me thonë që shlirë se kum kuptu në periudat saktune, edhe që me thonë gjithmonë që kjo pjesa, do në pjesën e punës, suksesit, që unë e kam sot e kam këtë falti. Nashta bash direkt këshilla së më ka ja, po si model që e kum pa që pa punë s'ka gjë. Do më thonë bash këshilla direkt e kështu jo, po kum pa për i veprave ti, që kum su do më thonë, që e kum pa që pa punë s'ka gjë. Përveç asaj kum pa që edhe shpesh herë njerëz edhe dinë me kritiku ose me ç'më thon, dinë mi keq kuptu situatat e senet, po që ka pjesa për shembull e nanës, e kum mësu atë pjesën e butësisë, atë pjesën që nuk bën mi bo atë kuptimin, dhe duhet më konë natyrë pak ma but, këtë më thoni kum ga ma shumë nanës. Se atë disha të ta bëj pasaj edhe një pyetje, se shpesh do me thënë të komentojnë, apo ta komplimentojnë këtë butësinë që e ke në shprehje, pasi këta e kemi pas shpesh, do me thënë në komunikimet e tua, je shumë i qetë. Do me thënë, unë mendova ke punu me vetën, po këta e pas ke trashëgume. Jo, kam natyrës, kështu të kam trashëgune prej nanës, me thonë ma shumë, sa e baba o pak ma kështu s'ja len kërkuj, dhe në debatën sene, kështu të kitë natyrën, po, kitë natyrën e kam prej nanës, po punën e kam prej babës. Do me thonë është një kombinim shumë, e ke marrë ma të mire ndoshta prej të dyre. Ma të mire prej dy anëve, edhe besej që jam qëky, edhe normal shpesej që i kom bo krenar, edhe di që janë, i vrej kështu edhe i shoh, po që ka shumë vishë si model kështu që i kom pas, do më thonë nuk që kja pjesa që kam ka bo që mësë mu dërzu asë njerë, normal e konë që me asë barë fyrën atë në maksimum. Prendë, si gjithë. Edhe një për motiveve. Po, kur jemi tek prindërit, apo mund tjetë edhe komplet personazh tjetër, ke pasur ti ndonjë hero në jetën tënde? Hero që hero i kam vllazërit e mi. Do më thonë, tu e kuptu situatën, tash pëndoj edhe pak story se kush janë gona ta. Tu kuptu storyen për shembull vllaut Leos. Ai tash imagjino në çfarë gjendje u kon, nuk u kon gjendje fizike normale, u kon me aftësitë kufizune. Tash në çat gjendje, domethënë ajo kon pjesëtare një ekipit Angry Team që kanë luajt PUBG e kështu. Edhe u kon top 5, domethënë. Tash llogaritet edhe në gjendje fizike çashtu, edhe në top 5 me dalën në ka qenë inteligjent. Absolut, edhe domethënë kur ti e mendon një djali i ri ose i fëmijë me çat gjendje, çka është gjendje me bo, edhe çka është më e mira, domethënë shokët e vet nuk e kanë ditë ç'është gjendja, se kanë jo, veç u kon online, ç'është kanë fol. Domethënë këtë më vonë e kanë kuptuar kështu. Edhe diqysh normal që kur unë e di çka mundet një njeri edhe më arrit e njohin. Kushdo që ka luajt PUBG e një emrin Dog Vuff, kush e ka, domethënë nickname-in që e ka pas. Tash imagjino ti normal që ajo është hero për mua, nuk janë Bill Gates atë këta të online-it, po është njëri që e kum pa vet live edhe do të thonë kur njëri don me bo diçka pa marr parasysh çdo që e ka gjendjen arrin me adal. Kështu që kjo është ajo që kem mësuar nga herojit. Herojit e mi janë ata, kështu që Goxha pyetje, se kita që kam në shku që shtu në nëva. Mundesh me pi pak ujë në këtë rast. Po,
Do të rikthehemi tash pak përsëri te Foreksi për të hik pak këtyre pyetjeve dhe për ta zbut pak gjithë këtë Jo, ma mirë, se tensionu që këtë është situatën që kemi kriju, por deshtëm domethënë të Ja, nxjerrim unë edhe nevojshme një pak, anë se- tjetër tanden që ndoshta shumica e atyre që të shohin, të ndjekin, domethënë të shohin kështu si shumë strikt edhe i shkurt në njoftimet e tua e gjitha ato, por besoj edhe ata kanë pas dëshirë me ditë diçka më shumë nga jeta Ju jote. falenderoj edhe ju edhe këtë stafit që po mundsoni se ju tregu drejt pa kohëve të fundit jam marrë me një lloj si pike që edhe po pritej me bo video më ju shpjegu njerëzve se diçka po ndoket ka njerëz Se që po thon, përsëritet, a vetëm si po aha. përsërit ose diçka. Edhe normal faleminderit edhe juve që kanë edhe këto situata është mirë me ditë me pa njerëz, me kuptu ma thellë storyn tëme. Po që normal në fund e kur ja du të mirë ndikuj për shembull dhe tham mos sin me një skem, mos sin me një diçka. Unë i kuptoj pasojat e çasaj skeme, unë e di që ndoshta dikush si më thoni investon dikon, sidomos në për çto skema që shpesh më irritojnë, investon dikush me një skemë dhe ma keqja se edhe shtin rrethin e vet, i thotë i merr edhe 10 vet tjerë. Ata 10 ka 10, po ti nuk ti Skema thu tilla, edhe rrehin po. që thonë unë po fitoj, po ti jetu marr në qafë tjetër nëse tu ditë. Është normal që kur nafta bashkënien që një jo, po nafta rënën e 5, ti ku din edhe diqysh që të pasoja në mënona mi parandalu vazhdimisht, po ta është i shpesh herë edhe keq kuptohen api njerëzve, po nuk kemi interesant se edhe diqysh për ata që kanë vesh me ngu, unë e di që ata njerëz për shembull kanë me ngu dhe kanë mu unë domethënë që të sa në besoj, përderisa unë jam të fol kështu që, domethënë që kjo është intervista, domethënë e marrëja, domethënë e fundit, përderisa jam vazhdimisht të fol kështu që unë gjithmonë me anë teme kam qëllimin që me mbroj dikon që as nuk e njeh kush është. Domethënë edhe tash në një farforme kapi të në që se besojnë që të aspekt, nuk e besojnë se s'kam faj, se nuk i din, nuk e më njohin ala mirë, po besoj që kjo podcast, kushdo që e ka ngu, ja ka jap një lloj pasqyre shumë të mirë dhe publikut që me kuptu që a kam për në me këtë puna jo, a ju kam veç hajt për Po. me dalë në Po funksion. ja, në qoftë se nuk do të kishte qenë Foreksi. Me çfarë ose në çfarë sfere të biznesit do të kishte qenë ose me çfarë do të isha marrë? Unë Foreksi nuk kam ka bo mu të sukseshëm, për mu më kanë bo qëto story që sot më ndova. Edhe unë e kam atë binde që edhe sot më bo mu mbyllë Foreksi, krejtlet mbyllet. Do më thonë, njerëz kujtojnë që unë e mana api trajnimeve, unë e po thonë le që trajnimet heq, po dhe Foreksi krejtlet mbyllet, unë apet kam e pa sukses. Se unë e besimin e kam në veti, edhe disiplinën dhe punën e kam në veti. Edhe se i përket profesioneve për shembull, i kisha kqyr çto modernet. Modernet për shembull, profesionet moderne janë ka aspekti inteligjencës artificiale, menaxhimet e rrjeteve sociale, ka Gjithçka online. ka online, po, se kështu të tjetër nuk kam ide se ka Nuk do të kishe pranu me punu të dikush. Ja, asnjëherë. Ja, asnjëherë. Po është ideja që një ide, domethënë që unë e di, domethënë prap fitimi, nëse ki synim fitimin e parë në diçka, për shembull një prej profesioneve që unë e shoh të ardhmës që mundet me pas goxha potencial, është për shembull më kon mjeshtri i rrymës, kabllave të ujit, sizana, ose kërkush nuk i bën këto punë. Mungesa në treg është shumë e madhe. Shumë e madhe. Kush vjen sot në ditë sotit për shembull mi kryq çdo punë vit gjeneratat më të vjetra. Kur nuk e shetin ideal të ri të kryq çdo punë. Tash kur vjen po foli për 10 vjet e radhës, mungesa është shumë e madhe çdo drejtime dhe për shembull nëse i shor puna me hap në biznes, sikur me qenë biznesmen nuk do të thonë me 100% të nartë dhe me ditë po foli Do kishe hapur një biznes ku do kishe kërku punëtor, ekspertizë ose bashkëpunime me njerëz të tjerë, domethënë unë që punojnë me elektrik. Dikush më kon ekspert për shkakun çat pjesë, unë më kon dikun tjetër, domethënë se pa bashkëpunime, pa diçka nuk bëhet, po nisa ne di sigurt që kisha mrrin çfarë do aspekti, vetëm më javnua të synin dikon edhe çasi personi e di që jam që nuk e dhe në fund të çaj, domethënë nuk e lo kështu në gjys, kështu që
Me që jemi këtu në Maqedoni dhe ti je për herë të parë këtu, trajnimet e tua i mbajnë kryesisht në Kosovë, ke menduar ndonjëherë ndoshta të nisish pasi ti ke, domethënë studente edhe nga Maqedonia, Veriut, po a ke menduar ndonjëherë të hapësh diçka edhe këtu? Apo nuk e shikon si... Jo, për shkak se unë veproj edhe online, për shkak se njerëz mundin mi ndjek trajnimet edhe online edhe ka dhe fizik, po me fizik jo, për shkak se depërtimi online është më i lehtë, po fizik atëherë vjen edhe prezenca jam këtu. Nuk është, domethënë, nuk është asnjë lloj industrie që mundet më bëj scale, më rrit në 2-3 pika, se për shembull ti shkon do gojë ushqimore, i kishë qenë 20 në rregull, po vetë 20 pjesë nuk po muj me ndo, edhe kështu që mënyra më e mirë është depërtimi me online, me akademi domethënë si mënyrë, edhe është njëjtë besoj, po jo, kështu të ambicie kënene nuk kam as këtu as në Shqipëri. E mirë atë mirë, se dhe po më vjen mirë që edhe në ditë sotit goxhau për hap, edhe tash për që di këtu nuk e dija ka, s'jam i informuar shumë, po për shembull ka Shqipëria, ka në Kosovë ka shumë tjerë që marrin sa ma shumë që normalizohet si biznes, aq ma mirë. Kështu që nuk e kam atë pjesën që vetëm unë me qenë me pat tjetër. Po si konkurenca e bën drejtën pastaj. Unë konkurenca që kushdo që marrën trajnime, nuk i çuj konkurrencë, po i çuj ata më shumë si koleg. Po. Se fundit Forex e ka një të mirë që nëse ti fiton për kësaj pune, se tash edhe njerëz mund menu edhe që pjesën tjetër, po ky më koni mirë veç tu çep se po na mëson neve, jo se bukën si to ma marr mu. Tash shumë e thjeshtë, unë e fitoj për Forexit vet, po nëse ti mundesh me fitu çto, na dy bëjmë koleg, një mes vete dhe veçka mundim të mira një tjetër të mirë sjell. Kështu që aty shkon për shembull, unë kam edhe biznes tjetër online, që ato se din kërkosh, edhe ata më bëmi kam mësu dikan, më marr punën edhe nuk e mësoj. Tash ka edhe tjetër, po domethënë që te Forexi nuk e pengon kjo aspekt, se vetëm bën përfitime. Pra mos ti shakonën e çep, pra si konkret, mos ti shakonën e prezent shoqërisë sociale, kështu sot si shimkon ato bëma vetë, kështu sot s'm kishin njoft njerëz, dikush s'kish mujt më inspiru se diçka për gjithë kësaj bisede, kështu që a ke raste kështu që të vinë për shembull 3 thotë ja unë kam da 100 euro edhe hajde bënmi më shumë. Këtu në vesin për ditë, çdo ditë në vesin njerëz, po unë kur parën menaxhime nuk marr për njerëzve. Menaxhime unë nuk marr për njerëzve, unë muj nashta me jap. Mi tregu si. Po me jo mi tregu po tash e tuti është edhe mundësia dhe me financu dikan. Domethënë tash kjo është e reja. Edhe një farforme me marrën menaxhim jo. Unë me marrën menaxhim nuk marr kur. Ka dhe profila fake që po hapen shumë nëpër TikTok që kërkojnë investime, menaxhime, se anë të keni kujdes për ato. Hapen në emrin tënd, po? Shumë po hapen. Do më vishti me lipën TikTok Vegan Marina dalin ja 10-20 aty. Cili është ata janë kamera indian edhe bisa as vetë. E kam vegan.marina, do vetë vegan. Aja që ka diku 24.000 followers, se përmendsh nuk e di. Po shihen, aty detektohet shumë lehtë. Unë në TikTok për shembull, sidomos nëse sot përcjell dikush për TikTokit në sekuencë, mos t'ja u kthejnë asnjë vegani hiç, as mos t'i shënojnë asnjë vegani, as mos mirë me asnjë vegan TikTok. Unë vetë çes një video, mi informua dhe ças. Mos i me bu mesazhe sana. Hadë më ja kthy në herë dikuj më, nëse më vet dikush diçka, më ja kthy në herë në përgjigje, po jo unë hadë investime, këtë aspekt investimeve jo. Kto duhet me pas kujdes secili. Se ka ndodhur kemi pas raste ndryshme, ka ndodhur për shembull, kanë mashtruar një deri në 2000 euro left. Në emrin tam edhe ai njëri tash tuan ku polici, tu dash me mçit mund nëpër portale sana. Unë jam shkuar një herë në polici ku më jap deklaratën. Ajo që më ka deklaruar, po unë jam vetë deklaruar hala pa më raportuaj. Sa i thekë kam një raportuar kështu në fund vetë shkova direkt në polici, thash unë jam çky fenomen është ka ndodhur jo vetëm mu po krejtve. Janë ku edhe për situatën e tjera që nuk e kam këtë problem veç unë. Edhe okay ato, këtë kanë kuptuar dhe besa dhe njëni për polizë Beka i Garës, dhe kja si mi shënu Albin Kurti dikuj, mi thona me qka shpare, a dhe Beka i Garës të njohë, kështu, e di që është e kjo, dhe kënë regull, ti s'mundesh me ja përgjësi për një profil fake atje, tash. Kjo është pak, qëkja i ka bo pak do me emri tam, jo pak po gëgja shumë, se kushdo që po ma bëm follow mu, ata pi kanë do robota, ata qa po di, automatik, pja kthejnë, fake, do ma bën follow dikush mu, fake i shënon edhe i thot faleminderit për followin që ma ki bodi mu.
Domethënë, kemi mbrit deri në atë kur nivel. nuk i shënoj dikuj, faleminderit që ma ke bëu follow. Andaj çfarë ta kanë të sigurt, edhe çka është një ide sa fenomen shumë i keq. Këta kemi bërë edhe për intervista të tjera në kështu në Kështu të gjumë kenë kujdes. e kom shpërnda, po kujdes shumë e pas, jo pak. Bisedën do ta kishim vazhduar edhe Po, shumë e po, më po. shumë, pasi kemi edhe shumë tema. Për shembull, unë do të isha ndalë shkurt, s'kam pak, shpesh ke sugjeruar edhe libra për të motivu, libra se si për të arritur sukses. Një ma veço kështu si më të veçantin. Ma të veçantin për të gjithave. Që po ti ke lexuar dhe që ty të kalon përshtypje dhe do i Unë thoje kam gjithëve tre. lexojeni këta. Unë i kam tre, se s'mu mi nda që ta të rakur njën e për tjetërës. I pari është e libri The Secret, Rhonda Byrne. I dyti është Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Edhe i treti është The Compound Effect, për Darren Hardit. Pra që ta tre janë si bazamentet mija, ka dhe shumë tjerë, shumë të mirë, po A mund t'i gjejmë këto libra online apo janë edhe në ka dhe formë? online dhe për libraria, Librari. gjithkund ka, është shumë Që shumë merr një shënime ju mu që për po na vetit që ta ndjekni, tre këto libra, po, tre libra që ta mu ma ka ndryshu komplet jetën, në total. Se kum kuptu që çdo sa në varet të libri i parë, për shembull The Secret, kum kuptu që çdo sa në varet prej meje, të libri i dytë e kum pa mentalitetin e financave, çish duhet vazhdimisht në prasetë me investu. Mentaliteti i tretë, koncepti i kohës. Për shembull, gjithë i kemi 24 orë, po çish e shfrytëzojmë çatë kohë, arrim të bëj scrolling, a e shfrytëzojmë për shembull, një për shembull vetë se s'po më prapë përmend, është për shembull nëse ti lexon vetëm 20 faqe libra në ditë, nëse e bën herë 365, bojnë dikush 7000 diçka domethënë. Edhe nëse pjeston për 250 faqe një libër, i bjen 30 libra në I vit. ke lexuar. Pra, me 20 faqe në ditë, ti i lexon diku 30 libra në vit. 20 faqe në ditë, për sa i lexon një, gjysmë ore maksimum. Pra, e shpjegon që të rëndësinë, kështu që rëndësinë e detajeve të vogla, kështu që çto 3 librat s'më mi nda kur një api tjetrës, janë super, kështu që kushdo që i lexon edhe i praktikon, ka me vejt vetë efektin, s'po di çfarë. Okej, me këtë mesazh unë këtu do ta kisha përmbyll bisedën tonë. Faleminderoj shumë që bëre pjesë e këtij podcasti. Besoj i tham shumë gjëra interesante, i sqaruam shumë gjëra që ndoshta edhe shumica nuk i kanë ditë. Faleminderit shumë edhe për juve, unë nuk e prita bashkë kështu më nova pak ma thjesht që shkan, po që fundit prapa E kemi marrë punën me seriozitet. Edhe po vjen shumë mirë edhe gjithë u kone nevojshme mi cek disa sene, kështu që faleminderit edhe për juve edhe për stave të gjithëve, edhe se shifemi prapë në herë tjetër kur do Po, qenë. pse jo, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu këtu edhe stafit që sigurisht ka kontribuar në realizimin e këtij podcasti. Siç e dini, podcasti mbështetet nga Rare Group. Në këtë rast e përshëndesim edhe sallonin Infinity që përkujdeset për mua në çdo podcast dhe ne sigurisht me të ftuarin tjetër do të takohemi në episodin e radhës.